Duke qenë se me këtë lajm analist të 20 mbaron sezoni i këtij projekti 6 mujor në këtë shtëpi mediatike dhe në këtë format, duhet që në fillim të ceki se krejt kjo u mundsua fal kontributit, përkushtimit, por edhe sakrificës të Gazeta Lajm, botuesit të saj, gazetarëve dhe stafit. Ashtu krejt këto meritojnë edhe këtë përmendje publike dhe falënderim. Por, edhe duke qenë se kjo është lajm analiza e fundit, kështu dhe këtu të tërheq vëmendjen se do ketë fjali të mëdha të ngjashme me porosi lamtumirëse, edhe pse krejt kjo është vetëm një mirupafshje. Çdo kush që ka ndjek skenën dhe lëvizjet politike të shqiptarët e Maqedonisë pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, mund të ketë ardhur në një konstatim se ka ra shumë poshtë pazari dhe hisja politike, që punë shkojnë shumë avash ose se shqiptarët politikisht merren me gjëra të vogla duke i anashkaluar proceset e mëdha në këtë shtet. Dhe krejt këto nivele konstatimi të bëjnë pyetjen se nëse, kur dhe si do kthehet relevanca, pesha dhe rëndësia e politikës shqiptare në këtë shtet. Sigurisht se ka shumë shpresë dhe se kjo me do e mos do ndodh, herët ose vonë. Ka një fjali njësoj e madhe, por e thonë më parë nga të tjerë shumë herë, dhe e vërtetuar edhe më shumë herë se nuk ka Maqedoni shtet pas shqiptarët. Duke e përsëritur dhe nënvizuar këtë fjali, ne këtu duam të shtojmë edhe dy fjali të mëdha tjera që njësoj e vërtetojnë se shumë shpejt shqiptarët do e kthejnë në binare e këtë shtet. E para është fjalia shqiptarët i kanë rënjët e thella këtu. Ato as nuk shkulen e as hiqen dhe kjo nuk ka ndodhur përkundër krejt orvatjeve në histori. Pra as pushtetet e ndryshme pas pavarësisë, e as ato më të mëhershme të komunizmit e të Jugosllavisë nuk kanë mundur të zbehin ekzistencën e shqiptarëve dhe artikulimin e tyre politik. Do me thonë, edhe në faza, edhe në kohëra shumë më të vështira se sot, kur ai përfaqësim ka qenë shumë i vogël dhe ka qenë në një farmase i kontrolluar nga pushteti qendror, ai prap nuk është zhbë dhe ka ekzistuar. Ashtu do ndodhe edhe tash. Shembujt më të hershme që dëshmojnë se shqiptarët i kanë rënjët ende më të thella në këtë Maqedoni janë të përditshme dhe mund t'i hasim për çdo ditë. Ashtu, para 2 ditëve, në këto festat e shpallura me ligjin e 2007-s që kemi thënë edhe më herët janë jo proporcionale, pasi në të ka shumë festa krishtere, ortodokse, maqedonase e shumë pak shqiptare, muslimane dhe të tjerve. Në njërën prej këtyre festave me një rastin e 24 majit u spjegu se vëllezërit Kirill e Metodi e kanë marrë traktatin për shkuarjen e tyre si mësues 1000 e sa vjet më parë prej një pape i cili ka pas emrin Adrian. Dhe kjo ja kujtoi krejt Maqedonisë edhe opinionit se Adrian është një emër që edhe tani gjerësisht përdoret nga shqiptarët. Pra u kuptu edhe u kujtu dhe u përkujtu se shqiptarët këtu i kanë rënjë të thella dhe nuk shkulen lehtë. Fjalia e dytë e madhe njësoj është se shqiptarët ftillojnë prej vetëm një bire të vogël. Do me thonë që shqiptarët ftillojnë edhe gjejnë rrugën edhe në ato rrugët e ngushta që themi ne në Shqip janë rrugë dhije. Pra kjo i referohet instiktit të mbijetesës së shqiptarëve ndër shekuj që kanë ditë të bëjnë politikat e tyre kombëtare dhe të zhvillojnë proceset e tyre kombëtare edhe kur për to nuk ka pas ndonjë derë apo shtek të madh, por vetëm udhë të ngushta dhijës ose deriçka të vogla edhe kapigjike. Kjo na përkujton se shqiptarët do kthehen pasi këtu në Maqedoni ka edhe dera të mëdha të cilat do ja mundsojnë që politikisht shqiptarët prap të jenë ata që janë gjithmonë prej pavarësisë së këtij shtetit, e ajo është se janë themeli, baza dhe ardhmëria politike e këtij shtetit. Ju faleminderit dhe mirupafshim.